Territori shqiptar për datën 25 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme duke sjellë mod kryesisht të vrenjtur në të gjithë vendin. Paraditja do të karakterizohet nga vranësira të shpeshta, ndërsa pasditja do të vijojë me të njëjtat kushte atmosferike pa ndryshime të ndjeshme. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 16 gradë Celsius në zonat e ulta dhe bregdetare. Gjatë ditës priten shumë pak ose as pak intervale me diell për shkak të mbizotërimit të vranësirave. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi juglindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 25 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 25 dhjetor do të jetë rreth orës 7:05 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:17 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 8 deri në 14 gradë Celsius. Kukës, 2 deri në 7 gradë Celsius. Peshkopi, 4 deri në 8 gradë Celsius. Tiranë, 10 deri në 15 gradë Celsius. Durrës, 9 deri në 16 gradë Celsius. Kavaj, 9 deri në 15 gradë Celsius. Elbasan, 9 deri në 14 gradë Celsius. Berat, 8 deri në 15 gradë Celsius. Korçë, 2 deri në 8 gradë Celsius. Vlorë, 11 deri në 16 gradë Celsius. Gjirokastër, 7 deri në 12 gradë Celsius. Sarandë, 10 deri në 16 gradë Celsius.